qemi sërisht me Madame Debat. Në këtë javë unë kam vendosur me fol temën të cilën jo të gjithë po e flisni, e po flasim edhe na. Me mund studio, tema, mas pari do të më kallëzu cilat tema është reality show. Big Brother, edhe të gjitha tjera të ngjashme, të cilat janë shumë aktuale, edhe shifen me shumë interesim për i publikut. Disa i shajnë, disa tjeri kritikojnë rënd, po shoh që po shohen edhe po kritikohen në masë të madhe. Me mund studio, o dash me qenë 4, po si duket në shqiptarë gjithmonë diçka deshtan, dikush o smu, e dikush o shku mu qeth, po s'është më rëndësi, se vinë tana në kokët vetë, unë me mund studio i kam 2 miqë të mi shumë të mirë, Grekun, mirë se erdhe Grek, Amir Berisha, edhe Andin Rëndobrava, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Faleminderit që po na pranon, se ti je i rënd pa kështu për me shkuna për studio, e faleminderit që je pjesë e unë. Të lutëm shumë, kjera hi se pak se ki energjin e bukur e s'po kom qare parë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. E ke vrej që të ditë ma tepër po na dalin në rrjetet sociale pjesë të Big Brother edhe edin, sigurisht që edin, me qenë se ti pak je me mjete informative, por me sigurisht që edin që ka fillu Big Brother edhe pa. Edhe që po përflitet shumë. Si e shef këtë fenomen? Tash, varet për çfarë prizmit e shohim na këtë fenomen. Nëse e shohim prej asaj që të na është një ekonomie e tregut lirë, se cili këqyr me një ide të vetën me bo publik sa ma shumë. Tash na mundëm ka shumë elemente pozitive aty, pavarësisht që shumica e gjanave që ndodhin aty ndoshta nuk përshtaten me mentalitetin ton të përgjithshëm, edhe ndoshta nuk janë edhe aq shumë pozitivisht edukative, po të njëjtën anë ka edhe një anë shumë pozitive. Unë mendoj që njerëzit para kritikave duhet me mendu çka muj me nxjerr diçka të mirë, ose ndoshta ajo kish me konë një mundësi shumë e mirë që njerëz me reflektu të vetja, e jo me gjyku tjetër kënë, se në momentin që na gjykojmë tjetër kënë, ajo kallëzën që diçka me neve nuk është në rregull. Na me njëri tjetër do të me shpërnda dashni, me gjyku ka drejt vetë Zoti me na gjyku. Ashtu është. Grek, ti si ajo të e pa Big Brother? Jam të e pa, po jo dhe qas shpesh, qas shumë, se në është fillimi, aqë so në kara me pa, që është edhe Andini, pa marrë parasysh, sa do që kritikojnë, sa do që e lavdojnë, apet e këshyrin. Më do këtë mas shumë të ata që e kritikojnë, që ata e këshyrin. Kush veç nuk ju ik, asë një sekuencë më do këtë që ik. Se i vrejnë për komente. Mas shumë të ata që e kritikojnë, ose e shajnë. Janë të informumë, sepse e din për çka janë të folë. Po këta pëthojnë një në të... Shumë mire ka qëtu. Që ata që të kritikojnë mas shumë të, ose nëse folin keq për ty, që ata i ki fansat më të mëdhaj realisht. është shumë interesant që funksionon ky mentalitet. Shumë është interesant. Që është se kun vrejt në lloj se hinë më dalin aty edhe tash e shoh një klip, din që e kanë qitë, që ato ka komentu dikush, vërrut, ka shau. Mas nej, i njëjti person apet, e ka gjetë diçka, dhe të njëjtën edhe klipin tjetër, edhe e shojnë shumë, për edhe e këshyrin shumë. Çudi. Ajo është një farloj trampuline për njerëzit e cilët startojnë me famën e vetë, po është edhe një bagi, që është me thonë, është bagi edhe për një start i restart për njerëzit e cilë dojnë me u rikthy në tregun e showbizit në përgjithësi. Aty shpesh i kritikojnë edhe produksionin për castin që e kanë përzgjedh, pësër a kështë mujtë me qenë e herë pjesë për shembull, a ke menduar në e vete që mund është me qenë pjesë? Unë për natyrës jam njeri që e çmoj lirinë tem shumë dhe për mu me qenë pjesë në informacionit tillë kishte me qenë cënim lirie, po në këtë rast muj me fol veç për veti edhe për mendimin tem,
personal. Ajo që ka ti e the, është e vërtet që Big Brother është trampolin për dikon që dënë me marë famë shpejt, edhe është edhe trampolin për dikon që s'ka qenë kod gjatë, se është duk për publikut, qoftë dikush në ftyrë publike si këngëtar apo aktor ose diçka, është mundësi e mirë më këthy aty për me rinjallë vetën. Gjatë që ka ndodhë për shembull Xuxin mund të me përmend. Edhe pse Xuxi është Megastar. është legjendë e vjetër e Prishtinës, na Prishtinalit e dim edhe njohim kush është Xuxi, mirë, po në këtë invazion të pas luftës, me të vërtet u dash me bo një hipotezë të tillë, se po dalin gjenerata të reja e tjera. Ose Drenusha Latifi, shembull, dhe ajo kon një kohë që i ka mungu skenës, tash në këtë pjesën e që kem Big Brother në vitin e kalum, edhe ajo tash u rishfaq, vetëm pas një kohë shumë gjatë që i ka u, edhe dollën shumë historinë atë saj. Tregom, Grek, ti ke qenë pjesë, dyjer ke qenë pjesë e këtyne eksperimenteve sociale me izolime, ke qenë It's My Home, po nuk të kam vetë kur. Sa ka ndryshu Greku mrena për mrena, sa ke qenë banor, atë ka një mu një eksperiencë e tillë që te me kuptu vetën ma shumë? Shumë të një manë, ekstrem shumë. Të janë njës prej nervozës, më kupton, ose të janë njës prej asaj që mund është me pas përballje me lloj karaktere ndryshme në jetë, edhe tani ajo e sheh veten ku ki gabu me qatë person që nuk është karakteri jot ose personazhi jot që mund është me vazhdu jetën me tënë, thojza si shoka, si çfarë do lloj raporti, ja kupton. Edhe aty mëson shumë. Mas shumë ti më ka mësu me rujt qetësinë nervozën, po. Pse ka këtë efekt izolimi? Pse s'ki ku e qënë njerin, a pse tu? S'ki ka ik, s'ki ku e qënë, edhe mas nej, nëse dikush ta thot një fjalë, aty bën ty dogo që ta shiti shumë keq para publikut. Edhe ti mundu është me akthy dy fish ma keq. A është e kundër ta, a kupton? Do në me folë mas nej pak qka dhe me thane e me të qitë keq para publikut, se është temë në vete. Ti si njeri spiritual edhe njeri që merresh, në fakt, në të gjithë që punojmë me spiritualizm, e kena të bajmë shumë me karakterin e njeriut edhe me personalitetin. Me personalitetin pak ma shumë doktorat. Tregom, si e shef ti një izolim të tillë dhe a ke qenë gjendje me mujtë mi përcjell për shembull se si ndryshon edhe si evolojnë ata njerëz për mrena izolimit? Na spiritualistët izolohemi për qef, këta janë izolu për... Krejt që ka ndodhë aty mrenda, për i perspektivës spirituale, tash po flasim, krejt që ka ndodhë aty mrenda është loj egosh. Edhe evolimi që ndodhë i njerëzve, mbrenda është loj egosh, se aty nuk i shkatrohet kërkujna ego. Veç ka lënë lëndimi i egos prej njonit të tjetri për shkak të lojës që bëhet. Edhe ajo është një gjë shumë normale për një show të tillë dhe për një informacion të tillë. Dhe më thonë, na pe japim mendimin për i spektrit, dhe më thonë, pe i këndvështrimit, me thonë, spirituale, kështu, mirë po jo kritik. Edhe se dikush është shumë kritikus kur janë pyetje për shembull me dhonë një mendim prej këndvështrimit vetë, prej profesionit vetë, po në mendoj që na duhemi me qenë të gjanën shumë sene, sepse energjia si energji është e pastër. Na vendosim a e bojmë pozitive, a e bojmë negative. Qysh ndodh ajo me perceptimet tona, me perceptimet tona dhe me mënyrën se si i vështrojmë gjanat. Jo, ideja jeme, kemë të vetë që ata shpirta që hynë që aty. Po. Ata me bëmi shiku për perspektive spirituale. Qka në të kërku? Famën e kërkon egoja. Famën e kërkon egoja. Po ata si shpirta dhe si individ të cilët... Po s'ka hapësina ty për me kërku ata diçka si shpirta. Ajo është 100% loj egoistike. Se aty është luft për kush ka me dali pari. Jo bashkë të gjithë, nuk e kajnë të gjithë tendencën me dalë të partë. Unë e di pse pëthu se shumica dhe reagojnë emocionalisht edhe
e tregojnë anën e vetë të ndihshme emocionale, po ajo prapë po pjesë që i takon egos, jo shpirtit. Edhe pse na, si të shohim dikon që po emocionohet, atë mendojnë që... Jo, ma edhe egoja emocionohet. Mendojnë... Ka emocione. Mendojnë që ka të bëjë me shpirtin. Jo, krejt me egon ka të bëjë. Jo, pikpamja jeme ishte që ata shpirta e ka një pakënaqësi diku. E kërkojnë një rrugë. Po, ata e ka një pakënaqësi diku, veç ata njerëz që aty na do të mja u këshirë dhatë anën pozitive, mja u dhonë një plus, të dush me pas gudzime i aty. E i kime najtë mshel, aty nuk e din me konë kime bala faqua, aty me në është luft ajo. Të më thonë dush me konë edhe gudzimtar. Shumë. Për me hi aty. Unë e kom qef gjanat me i shiqu, përveç për disa qashtit caktume që i kom dhe mendime ma decitive, po na duhemi me qenë të hapën. Për shembull, ma herët e përmeni Greku tha, i shoh komentet që i shkruaj njerëz të sene, njerëz që kanë kohë për shembull me ose janë të vlefshëm, janë produktiv në jetën e vet, ata nuk kanë vakt me nejtë anë ditën me këshyrë, çka po bën ai Big Brother aty dhe me shkruaj komente. Se në momentin që dikush ka vakt anë ditën me këshyrë çka po ndodh aty, ajo ka edhe me shkruaj komente negative, ajo ka thënë që vetja e tina, jeta e tina është kaos. Edhe faktikisht kur dikush të shan ty edhe të thot diçka, na nuk bën mu lëndu ose me marr personale. Po saqërisht kur dikush të ofendon edhe ti thot do fjalë të cilat nuk përkasin me ato kush ti je, ti e din vetë vetën kush je, edhe nëse dikush thot diçka që s'është e vërtetë ose të ofendon ose çapo diu ne etiketon me gjëra që s'kan të bëjnë me realitetin, ajo veç e tregon qysh është ai person, jo qysh je ti. Bravo. Do të thonë nëse unë vi, këtë vren vetëm publiku. Po, nëse vi në për shembull ty tama diguna ti e kështu, aty realisht nuk je ashtu. Ti s'bën me marr personale se unë çka jam tu bo faktikisht unë jam të e kallzu veten, unë çysh jam. Jo ti qysh je. Po ka njerëz që nuk janë në gjendje me i mbajt emocionet e veta dhe me kontrollu veten ose me ditë me kanalizu qatë negativitet, po ma kollaj e kanë me bo dikon që e kanë nga të aty kondët bërlogot edhe hajta gjyqtë të Andini, hajta gjyqtë të Antigona, hajta gjyqtë të Greku. Grek, për mene, kur don dikush që e patëm Andini i cili tha që nuk mundet dikush me të ofendu nëse i bjen me thonë që nëse s'ka copëzat të vërtete brenda. Brenda asaj që ka thot ai tjetri. Për shembull, unë kam vrejt edhe kur kam qenë analiste në programet të tilla, kam vrejt që keni si kandidat e keni shumë të rëndësishme ose të ndjeshme këtë pjesën që po më qëtë keq. Qysh mundet dikush me të qitë keq? Në fillim nështë po flasë për vetëm. Në fillim unë nështë e kom posë këtë problema, po dikur tu pjek me televizionin përgjithësi ose me emisionin, atëre mu ka largu kjo. Se s'mëndet me qitë dikush keq, kur ti e tregon një realitet. Mu shemëll hala sëd, ato që e kum kallzu për jetën teme të kalume, mu më përdorët, shpesh herë. Ose tashti që e kishë qitë priveja këtë pjesën e GoFundit, edhe tu i lexu një koment në fund, tha, ky rrin, qa ku me lyp ky, tha, kur rrin 22 orë në TikTok. Do me thonë, ai vetë po kallëzën që ai po rrika 22 orë në TikTok. Se përderi so ti e din që unë e po rri 22 orë në TikTok, pësë po rrin ti atëherë? Ose tjetër ma përdori një diçka që e kum kallëzu të shpëtim desku për ato që më kanë shti shembull me thy shtëpia ma herët me vje dhe me bu ajo që më koni varën pe narkotikut, pe heroinës. Edhe ma poshtë apet shkruan ai tjetri, këtis nuk ka nevoj minimu se kë ja ka vjedh njerit pasunin që ka punu të njetën, apo e kupton? A unë vete kum kallëzu ato. Edhe që... Realisht, guximi i tina. Dhe më thonë, kë e ka ndjeni pendes më rana vetës. Ati që do me thonë ti, me dalë publikisht, në televizion, tu e llogarit që kanë qërë 2 milion njerës, edhe me kallëzu që po, unë e më koni varën për soj, kumbo qëta. Kështë
ky s'pi kallëzën ato me kallëzu që unë jam krenar për që ato që i kom bo. A di qëfar fuqie shpirtnore, qëfar karakteri dush me pas ti, me kalu në për kiq ato sene të ronda, edhe me orë në qitë pik, me folë shklirshëm për qëto sene. Pa ka njerës. Pse u emocionove? U emocionova sepse dush me kon i fort. Kë e kam su leksionin e vetë. E kam su leksionin e vetë edhe e ka qelë shpirtin, o dalë me folë publikisht. Kupton? Realisht dhe fatkeqësisht, ka njerës që në shpirt, si interesant. Ka njerës që njëjtën sene thët për ty, për mu, për atë tjetrin, pse se në menjen e tina ti a Andini para 15 vjetëve. Andini o transformu plotësisht. Po kupton? Pa i zdën me pranu verzionin e ri. Se me verzionin e ri ai as nuk mundët me najt, verzioni i ri o dikush që ai nuk e njeh. Edhe ai thirret në Andinin e vjetër, thirret në Antigonën e vjetër, thirret në Grekon e vjetër. Më kupton? Fjali ka up komën. Çfarë interesi ka ky me dal edhe me kallëzu për jetën e vet. Interesi... Do të thonë, kur del dikush edhe kallëzën realitetin e vet, edhe kallëzën që nuk jam krenar me jetën që e kom bo, edhe jam që të sot para juve që të ku jam, edhe pe kallëzën këtë sen, këti djali du të mja i kapuqin. Edhe mi thonë, bravo. Bravo. Pse? Pse qaja që është kë, hapi i tina, guximi i tina, për me të regu haptes për të kalumën e vetë, bohet qka këtë për dikën tjetër që më këtyn rrugën e duhur. E në këto du të me përshëndet edhe me përkra si shoqni. E jo me gjyku, po fatkeqësisht jemi popull që gjykojmë dhe nuk kena qef me pa kërkon mirë. Na krejt ja falim njerit, vetë suksesi nuk ja falim. Suksesi maj madh i thina është që kjo. Që kjo ka pas guxim, me dal, me fol për vetë vetën, edhe onis në drejt një rrugë me kriju Grekun e ri. Greku vjetër ka dek. Greku vjetër s'është ma. Ky nuk i ka ato elemente që i ka pas ma herët. A më kupton? Ti mund është sa dush me fol për Grekun e vjetër. Si mund një shokun, zdjat pa ta kallëcu, ashtë më ka po 15 vjetë, dhe mu afru më tha diçka sene, dhe mu nuk theva, thash, Andina Andini që e ke njoft. Tha po, thash, o dekaj, me të njerit të më këshyrë që shto. Si aja njef ke Andinin para 15 vjetëve, nuk ke njef ke qitë verzion. A të ka ndodhe ty kjo? Po, mëre që shumë. Më ka ndodhe shumë herë, edhe bëse ka posa rast që s'kam besu që në jam kjo që jam tash. Që je pastru? Po, jo, shumë raste. Dhe e kum kallëzu bilem në oksigen kër jëm konë. Por njeri aty të shpia në krizat, mloja, ja kum qelë derën se më dhëm kja, kuptën, se e shqisha vetën, e në isha vetën atë kalumën, edhe që atë që hini e krytja atë procedurën e vetë, mos i dul, në lumë këshyri, kështu tha, me që tash po të besoj që, e paske, do me thonë, pas ke lonë s'po t'intereson. Tash hajta t'ik se mos po vjen mami, shtash dhe po t'nëzën këtë, dhe po du me thonë që më ka ndodhë. Sa i përket reality show-ve, une mas shumë t'i shmëja ta njerës që i kallëzojnë ato të vetat, kallëzojnë histori sa ma shumë. Jo me kriju. Jo me trillu. Jo me trillu. Se trillime del herdo kur ranat dalin. Po me dhona i mesazh, me kallëzu që kanë hek, pa marrë për asysh kush ka tek, kjo ka shumë të bëj për shoqnin tonë. Shumë po, ka pesh. Edhe unë pajtohem që se cila e vërtet, sa do e keqe që është shumë ma vleshme se zdi cila rren edhe ma vogla. Reality show na japin një mundësi me pa një të vërtet tjetër. Por ata që duhen mu qelë, se... A është e mundu ndikush më najtë 3 muj pa u qelë? Po, mëre. Me aktru? Që të po thëmë, mëne, në reality show hin shumë maska, por jo të gjitha maska të binë. Jo të gjitha binë. Shumë e mirë ka që kjo që dhe. Shumë e vërtet. Jo të gjitha maska të binë. Pse? Pse është në luftën e egove është probleme e ra maskat. Nëse që ty kish me kohën mrena, një njeri spiritual, më kupton?
kishe me pa që shbin maskat. Më kupton? Po njeri që është spiritual, njeri nuk bëhet pjesë e lojës. Po. Njeri spiritual e ka rrugtimin e vet, ai nuk bën gara. Po. Njeri spiritual nuk bën gara. Ai e ka rrugtimin e vet. Edhe krejt me dharë mi thonë, qërëmër se eci filoni eci, ai thonë, bravo, shumë mirë. Unë e kam rrugën teme. Se s'ka ego ai, nuk e ka konceptin e të bëmënit gara. Ai ka shtru rrugtimin e vet edhe ai është i kënaqur me qatë trasimin e rrugës vetë që është e bo. Çka ka mujt me vrejtë si vjetë, për i dalim për viteve tjera, po më do këtë mu, ka ma shumë të rritë interesum për me marrë pjesë në për reality show. Po më nëjë përgjithsi janë rreth 30-ave. Po, unë nuk pajtë në adhe, mu së më do këtë seri mirë. Nuk të do këtë? Jo, se nuk di qka mundet me dhonë ai person, a kupton. Po. Ose i vetëmi diçka që mundet me dhonë është mu viktimizu, ose me rajt najse. A kupton. Ose mu viktimizu, me lu gjunave. Mu më shkoj nerva fort personat në për këto formate që e lujnë gjunahin. A veden se që ato e thojnë, se e din që na si popullin a shumë të ndjeshëm. Edhe thojnë, edhe menojnë që tashti kur ta lujën e gjunahin, a veden mu më votojnë edhe mojnë sa ma shumë këtë. Trit zdi qka mujnë me dhonë. A veden vishë do këtë që është humbje kohë. Ose trampolin për të kryuar sa ma shumë fansa edhe sa ma shumë, Bravo, sa ma shumë shikueshmëri. Çka ndodh me viktimizimin? Si i shef njerëzit e cilët viktimizohen brenda një reality show? Këtu kemi kundërtën e egos. Njerëz që viktimizohen brenda një reality showit, qëllimisht, qëllimisht për flasim. Që s'ka një farë story tjetës me tregu, ose trillojnë, që shta greku, kanë tendencë me... Po qofshin edhe që kanë storje. Kanë tendencë me pas çrregullim personalitetit dhe me qenë narcisoide. Se narcisoidi dën vëmendje. Edhe vetëmja mënyrë për me marrë vëmendjen është me viktimizu vetë. Dhe më thanë, edhe nëse... Edhe në shoqërinë tonë ka shumë njerëz që të bën gjithçka ty, të bën gjithçka, dhe më thonë, të lifar lejt disrespektit ta bën që me ta nxjerr ty nervozën, e në momentin që ti bosh nervoz, reagon e hanë forën, a i thotë që që bën Antigona. Po, kjo është një sjellje tipike e një narcisisti. Më kupton? Gjithçka bën për me ta nxjerr nervozën, në momentin që ti e hanë forën, reagon, thotë që bën Andini, që Antigona, që kjo bën mu, jo, që greku më ka bo, që... Adin, po e lujnë në qësi se ata janë studiush të jashtëzakonshëm të karakterit, tabiateve. Dhe më thonë, a e blen Antigonën komplet, e blen Andinin komplet, e blen Grekun komplet, dhe në mënyrë shumë strategjike, me qëllim shumë të pastër, të sakt në atë pjesën në atë pjesën e smurë të mendjes vetë, Ti gjenë pika. Të pika. Duhet shumë me konë, edhe nëse problem është edhe me i detektu. Dhe më thanë, ata të cilë viktimizohen, në fakt janë narcisista. S'po thëmë, edhe mos bohemi decitiv. Jo me regull. Po, kanë tendencë me pas çrregullim personaliteti edhe me qenë narcisoida. Gjithsesi të i marrë parasysh që kena pa vitet e vetë fundit ka bëjegje shumë si reality show, kena pa që publiku i dënë. I dënë këto, edhe sidomos i dënë viktimat. Çka ndodh me publikun? Që thashën, ata janë perfekt, me ditë qysh me manipulu komplet, e dinë edhe perspektivën që shka me këshirë publiku, më kupton, që faktikisht tonë bohën kundër shatina që pe viktimizon veten, edhe folin kesh para tjetin, a i qaj tjetër është i përfajshëm. Bravo. Pa e ka hongër forën së është i sinqert. A kjo e ka me plan krejt. Bravo, ki drejt. E që si sende shumë ndodhin shëshnin Po tonë. thu që mund të manipulojnë edhe publikun në televizion? Pa problem, ata janë ekspertat Bravo, të shumë. manipulimit. Ndryshe do këtë Antigonë mrena, ndryshe shofin publiku jashtë.
Ta eksperta janë të manipulimit. I den nuk e ki. Te je mbrana me atë person edhe e njef edhe mimikat e ftyrës, e njef edhe reagimet, shes e ki ma ofër. Jeton kohë 24. Janin energjinë, Bravo, kamera janin nuk energjinë e fix. ndjen energjinë. Jashtë se din, thonë qëre, ju kanë gjujt kësaj. Sidomos, luft, do me thonë, kur produksioni i kundërvijet një personit aty, publikë thonë, që pi bën pa drejt. Pe kupton? Pi bojnë me hile. Pi bojnë me hile edhe tashti automatikisht ky zotnia ose zonjusha fiton poena. Tu e lujt atë farë. Publiku, ti si publik tash, kur i shef. Po. Qka me ndonë, atë dhimen, për shumë kur dikosh është viktim ose diçka, si e përjetan? Jo, varet është në qëfar rasti, në qëfar story, në qëfar rasti. Se ka raste që në me i bojnë pa drejt. Ka raste që shtiren. Dhe ta është në varet, të ma shumë shtiren, ma shumë, thash, këshyren, qatë rrugë kanë gjithë, që me mujtë me shku, kur s'kanë që adhojnë, me mujtë me shku dhe i sa ma gjatë, tu viktimizu, dhe ta është ka raste bëjnë debat, ajo Sonja këthen, ajo ose ajo rënë si gjëna, ashtu apëtin, edhe ta është i publikë, dhe që, bravo i kupë, që për e qetë, ose që për e qetë, a vi kupëton, që sa gjëna, qëra A i fakt s'ka argument? A i fakt s'ka, bravo, s'ka argument. O shta këtërim, diri sa s'ja nisë në i mask me ra, ta në që t'ja nisë bëhet qërullë. Ja unë për vetë i evrej, unë e diktoj lure, minëherë. E dikton. Minëherë e diktoj. A do të kishe, kënd të të kishe pas qef mi pa mrena që ty në mure, për shamull, në i kënd për ftyrëve publike, që të kishe pas qef mi pa karakterin, aty mrena? Se di. Se di, përgjigja se di është, dhe më thënë kur zë do me dhamë përgjigja. Grek, a ki në emën që kishe pas qef mi pa mrena mureve, me pa se si do të kishte reagu? Ty. Mu? Po. Gjithmonë ma ke thanë këtë, pse? Pse ta shti mujnë me thonë, jo, me ka, ma vedin, mujnë me paragjiku, jo, se në njifin atë raportin që e kena në dy, amo kishe pas me dhonë shumë qka nuk ja merë menja as kujt në këtë ruzullin të kësur ku janë shqiptarë. Po se kë e din historinë teme personale, edhe e din që unë gjithmonë i kalzoj prallat shumë bukur. Je prallat, i kalzoj historitë e jetës teme. Me gjithat, dikam tjetër na jep. Nuk e. Ja. Dersa të menon Greku, hajtë kalzom tja kështë pas qef me më pa mu mrena një reality show. Po ajo, mbi gjitha kishte me qenë vendimi ytë, po nëse kishe me qenë, nëse të kisha pa në reality show, e di që prezenca e jote kish më ndryshu kahjen shumë gjanave. Edhe, që ti je një person që e ki një karakter të fuqishëm, edhe zakonisht në këto formate, shumica për banorëve që janë mbrana aty kanë averzion ose njën të atakum për i karaktereve të forta. E ka një fashprihje tash ka dale fundit, se di si thoj jetu intimidu. Po. Intimidation, po. Shumë janë të përsërit. Janë të përsërit shumë, deri vonë nuk e kam kuptu mi qasonë se qka është intimidimi. Po, tash ma mësun këta të rritë. Jo, sënë se ku përja lo. Aja i bjen, unë e foli diçka që ti nuk e din, ose nuk një është fare mirë, qka në atë element, ose në atë energji që jo monë të foli diçka, të e spjegu, ti një është ma pak i vlefshëm, edhe një është intimidum, pse unë e po foli që asë sene që ty, që ashtu diçka, a spjegova mirë. E kimi zënë mas vish. A që dikush tjetër ma pa të spjegu që intimidimi është kur e ripërsërit është të në kuhën. Ja. Jo, si një loj intimidation është që kur
në mënyrë sistematike me ta bo një farë me të ngucka pak, ati me të leon rahat. Që është e kuptoj unë. Si do që tjetë, që dy miq që kanë qef me më panë reality, po ajo nuk do të ndodhë. Nuk do të ndodhë se unë e kam... Po, është zotin shkotë. Mas pari unë e kam shumë nevoj me qenë vetë. Njëna prej mënyrave të jetesës teme është gjithsesi 2 orë në ditë vetë, me vetën. Që ta ditën një vetë, knasë. Dejta maj mbledhen me këta 14 këto, në gjesë. Ma shumë se sa mrena, kësha pas qef me të po analiste. Po, analiste, atë punë e bëj mirë. Ato s'ka shanca që mund me buna i kush ma mirë. Greku... Së është drejt për drejt, është. E drejt për drejt, është. Jo, kjo e ka përvojnë sepse ka qenë banor edhe për që atë mundet me ditë se si ka mujtë mi analizu, për nuk është analiza jo, që ka kam ba une. Aja është një opinion, drejt e një njeriu, me dhanë një opinion, duke marrë parasysh që unë muj me ledzu nuk e këqyri veprimin, qka ka bo dikush, ose qka ka thonë dikush, unë gjithmonë, a mi a kalzu publikut sekretin? Hajde. Ti e din? Unë gjithmonë analizoj qëllimin e veprimit ose qëllimin e fjallës. Edhe për atë gjithmonë ka ndalë saktat analizat e mija, se jam marrë me qëllimin, nuk jam marrë me fjallën. Për mu fjalla, ose vepra, ose qka do përmirësohet. Unë e thëmë pak më ndryshë, unë e thëmë nuk nga njerë qka folin, veç e këqyri, a është të bo dhe qka është të thonë. Nëse bënë edhe qka është të thonë, atër më imi besu ati njeri. Ka shumë kush që full, vepra të janë. Si do mos të natë. O sot dush. Publiku, pse i këqyrë ka shumë? A kena i mendim, qka... Po, na do të me kuptu që masa, në përgjësi, kur flasë për populatën, për masën, në përgjësi për flasë, është gjithmonë me një hipnoz masive. Hipnoz Masive. Qoftë religioze, qoftë politike, qoftë reality show-ve. Një djali mi gjëstem, Në moment që zgjohesh spiritualisht, ti e kupton që bota nuk o qështu që shmenojnë shumica që është. Djali mi gjëstem, Naimi, që përshëndet shumë thike, qëre, ata që kanë qef me këshyrë punë të huja, këshyri ata që e këshyrin Big Brother. E pas ka thjeshtësu bëge. Nëse jena spiritual, ose nëse tentojmë me uzgju spiritualisht, a do të thotë kjo që ma abstenu për i të gjitha gjanave që na rrethojnë? Në pikën më të lartë të spiritualitetit, po, prej shumicës. Po, është e me gatë që dënë gogja elaborim në mënyrë që mos të keqkuptohemi. A kena më bua social nëse... Edhe kur mundohemi me i spjegu gjanat në mënyrë që mos të keqkuptohemi, ne prapë do të keqkuptohemi. Do të keqkuptohemi. Pajtohem plotësisht. Po, a do të bëhemi ma asocial, a do të humbim? Jo, për kundrazi do të bëhemi shumë ma social. Për shembull, unë shumicën e kohës e kaloj vetë. Po të shtim njef mua, jam asocial une? Ja, nuk jam asocial. Do të thonë, muj me thonë është ta që jem person jashtëzakonisht pozitiv, konstruktiv, shoqënore. Do të thonë, na për me mujt me qenë të mirë për vetë vetën, edhe për me mujt me i zjedhë problemet që i kemi, duhet me fillu rrugtimin e mbrendshëm, se ajo është mënyra e vetme që me mujt na me i gjetë ato thesaret të cilat Zoti na i ka dhënë secilit, si mu, si ti. Lojnat që bëhen mrena janë zakonisht lojnat e cilat shpërfaqin atë qëndrueshmërinë ose edhe luftën mes psiqike. Po. A i ke analizu në i herë se çfarë qëllimi kanë që ato lojna? Po, e kom analizu. Ky djali për shembull, o kom shumë se që kishtë i pregaditën, super i pregaditën. Luizeli? Jo. Po kush? Ky djali që fitoj në Shqipni. A Gjesti? Gjesti. E ka pasë lojë, dhe më thonë, kam ri me i qitë për sistemit kështu. Me qka? Qa ka pasë, cila ka qenë... Natyra ti është. Natyra e ti për deri sa ata besoj që kanë llogarit që kjo është të lujt një rol, kjo veç
e ka ditë natyrën e tij, i ka pas pikat e forta, e ka ditë saktësisht se ka pas përvojë, tu shiqu pe tjerave dhe konë Qatë përvoja kanë të gjithë. Mas mirë e ka lujtë lojën prej tënve, përveç ati Apo thu që ka pas ati momentit që ndodhi, se aty zgudzën me pas, më thonë, goditje e sene, për të cilën besoj që të gjitha palët janë pendu me një farë mënyre, se atë ka njerës që në moment edhe e bojnë një veprim, po mas një njihen keq. Po, për që ata nuk analizojnë veprimin, unë qëllimin në analizoj. Të regom, apo thu që ka pas gjesti mask, a është qaj gjesti që ka fitu? Zdi. Nuk e din, Allah. Kur zdon, andini zdon, edhe pikë. Grek, si e shef të gjestin? Në që ka pas mask? Mask, nuk besoj që ka pas. Pika e tima e fort u konë që në dërmat fortat, u konë që i ka si tjerë jashtë vetës, edhe vetë s'ka ra, do me thonë, prej askujna me qitë kur me dalë prej vetës. E për kuptan, që aty që çdo sen e ka marrë me, do me thonë, si me hajgare, si me, nuk atjerët i ka qitë prej vetës. Unë që hajgari ati ka qenë program, escape program, dhe më thënë program për me ikë për situate, qka unë mund me vlerësu edhe qka shof të gjesti, edhe qka mendoj që ka ba fitusate, ka qenë thjeshtësia e ti, originaliteti edhe falja. A i ka falë shumë. Edhe ajo mësne e ka dalu për të tjerve, e ka ullë egon e vetë aqë shumë, sa që ka bo dalim shumë të madhë në krahasim me banorë të tjerë. Apo pajtohesh? Dhe i dikon. Dhe i dikon, okej. Faleminderit. Gjithsesi, na dona me qenë vetëdijshëm që reality show-t kanë me qenë edhe do t'jenë në vazhdimsi ma të shikumet e ma të kërkumet e... Po prapë se prapë, a janë ma parë kështë po një debat politik apo një reality show? As njonën. Nuk ka përgjegje kjo? Njonën dësh, pe as njonës. Reality show. Një reality show. Grek? Dyjat. Dyjat? Pse? Ke fillu mu interesu për politikën? Gogja shumë. Gogja shumë ju më thellu, so që s'ma ka marrë menja që ku më konë ka që i thellu edhe në politikë. Nështë ta po vinë kohët, që në me jënë orë do kohët gogja të shtira për Kosovën, edhe po më interesojnë shumë këto debatet politike. First Channel po organizon një debat politik shumë shpejt, edhe a kështë pas qef me qenë aty? Shumë. Shumë, se sinqerisht prej zgjedhjeve tash, dhe pëse nështë ta musum ta kënë, po qatë shumë i kom analizu gjdo debat politik që ka pas televizionet e ndryshme, unë i kom këshyrë që më ka ik asnjë. Dhe e di jëm shumë rrjedha se qështë... Nëse do të kishe hymë politik, cila kështë qenë, për shembull, cila kështë qenë kauza jote kryesore? Kauza jam kryesore kështë me qenë... Narkomanteri, me siguri. Bravo. Lufta kundër... Lufta kundër drogës. Edhe njerë po du me potencu, ose vese. Edhe pse tema është për reality show, po... Ti prapë po emocionove? Po du mu e potencu prapë që Greku është shembulli më i mirë për gjeneratat që vinë se qka zduhet me bo. Edhe krejt ata që kanë shkru komente kundër tina, unë e pi falenderaj, si i kanë dhonë vullnet njerit më bo verzion edhe më i mirë i vetë vetës. Falenderit. Interesante kjo pikpamje. Gjithsesi, interesante. Greku politik edhe për të pas kush me u marrë me veset, apo? Po, me veset, në përgjithësi, to janë njës prej drogave të ndryshme që loj po dalin treja ma treja, se dhe në këtu jam rrjedhe a shumë, dhe alkoholi, bigjozi, besa, dhe pornografia është ves shumë që po rritët
dhe për shkak të probleme psiqike, keq të isha trajtu. Si po duket kjo? Shumë rregull, shumë korrekt. Për pornografi do të mi bo publike, shtëpia publike, me ligj pagun të atim si Hollande edhe s'kam problem, njerëz nuk i probleme. Që ku i ki venin, zëtni urna, me kontrolla, me tatime, me krejt. Se po shohin shumë... Por shamu një sen që e kisha propozune, është vepër e mira e jo, po a di qysh, na s'jena as me shiher, as me barilev, bro. Kënej jena pro integrimeve evropiane, dhe me thonë jena hina të asi, dhe me thonë, i kena liberalizimin e vizave. Nuk e di që keni të thonë jo. Kënej thonë, ju se more, a 100% më shefti bojna. Problemi jo në është jena si popull, jena me një udhë kryq të mentalitetit të dyfisht. Duhesh me zgjedh akështu. Nëse e zgjedhim këtë ignorantën, perspektivën e Evropës s'ki. Ndaq, qitojnë kushtet. Po aty po ka shumë zene që s'pëna pëlqenë neve, po ti kur ke lypje dash me dit, e jo me lyp diçka që se din qka është. Ta është baje. Adin? Qështu me ndoj une? Gjithsesi, na i kena ardhë fund këti debati për sot debat, ose një bisedim ka qenë bajagi i lezetshëm, nuk e besoj që kena arrit me bo debat, po... Jo, ishte, paka shumë po. Paka shumë po. A di pse shqiptarë debati thonë kur një e zani? Po, do të me bërtit pa tjetër. Na kem debatin e lezetshëm, se kem energjinë e bukur, kem energjinë e mirë, është energji halal. Debat me në që edhe kur pajtohësh, menim temin e tonën edhe ajo është debat, jo vish kur s'pajtohëm... Qashtu, po pra. Duhet me debatu bë argumente. Gjithsesi, First Chance po përgatitet për një live të cilin do ta bëjmë për GoFundin që është ndërtu për të ndihmuar Grekun të krijoj, ta rikthej këmbën e vetë dhe ecjen. Dhe shumë shpejt do t'ju lajmërojmë se si do ta mbajmë atë. Shpresojmë që edhe Andini vjen me na animu, se ka me qenë një live i gjatë, në të cilin na do të punojmë ose do të angazhohemi që ti mbledhim fondet për më shku në Turki, mja qitë një kam 3 e mu marë Greku mos me politikë. Faleminderit gjithmonë do jem për juve, s'di qa me thonë, s'kam fjallë. Falenderimi më dohet edhe seni maj pak që mëj me shprenda juve, veç inshallah ja u kthej me të mirat e Ty të faleminderit që je mirë, edhe që je ekziston, edhe që je për shembull këtij populli, edhe këty në trive, edhe mjafton. Faleminderit edhe ty, Andin, që je... Të lutëm është një atësi gjithmonë me qenë. Këtu edhe me donë atë sa muj, prej këndvështrimit, perspektives të me atë sa muj edhe atë sa di. Faleminderit shumë. Të lutëm. Miq, ju e dini që për bukurin time kujdeset Miliona Estetik, e cila tashmë i ka lokale të reja në fund të rrugës B, te Maxi 24 është një farreth edhe nalt. Gjeni në Instagram, bëneni follow, edhe mundeni mi bëhet terminin e juj. E aty mundeni mi marrë të gjitha shërbimet estetike. Me anis prej botoksit, fillerit, e të gjitha tjerave, me cilësi shumë të mira, makineri edhe staf shumë profesionali. Po derisa shkoni te Miliona Estetik, jo mos e ndroni kanalin, edhe të keni kujdes, me qenë shumë të butë me veten, edhe shumë të kujdesshëm me të tjerët. Natën e mirë.